Live from Tirana në Top Albania Radio. 11:07 orë eksakte në këtë moment, në këtë të marrë të datës 2 shkurt 2026 dhe na është bashkangjitur në studio astrologja jone e preferuar e këtij programi, por dhe për ju shumë mesazhe kemi për ty. Madje u vonuam pak këtë herë, bëret një mungesë të gjatë. Kemi takuar për të fundit në fillim të dhjetorit. Në fillim të dhjetorit. Po, pra për janarin nuk e bëm parashikimin se na mori efekti baklava se këto. Po, baklava edhe për shkak të ngarkesës. Po. Ngarkesës. Por ja ku jemi prap për të bërë parashikimin për muajin shkurt për 12 shenjat e zodiakut, por ne bëjmë atë nëpërmjet energjisë letrave tarot. Si ke qenë ndonjëherë? Mirë, përgjithësi mirë. Kam pas një ngarkesë, shumë e ngarkuar, por përgjithësi mirë. Gjëna knoqja. Hënë e plot? Mbrëm e pe hënën? Hënën e plot, po, ka qenë duke o karikuar. Do me thonë, hënë e plot është ajo që njerëzit çlirohen nga energjitë negative, marrin një energji pozitive se ke. Rikarikohen. Po, do me thonë, ke dhe hëna të mira, ke dhe hëna të këqija. Kjo është hënë e mirë. Kjo është super e mirë, është super e mirë. Qartë, interesante shumë. Mezi po pres unë dëgjuesit, shikuesit të lexojnë fatin e tyre për muajin shkurt nëpërmjet letrave tarot që ju zonja Elena do të na hapet tani në studio. Nisim me të parë, nisim me shenjën e zjarrit me dashin. Që janë të lindurit nga data 21 mars deri në 19 prill. Plot 5 letra tarot hapen në studio live në këtë moment nga zonja Elena Demollari dhe shohim se çfarë thot astrologjia. Dashi për muajin shkurt, dashi do ketë një energji pozitive. Vetëm afroje mikrofonin pak më shumë nga vetja. Po. Okej, super. Atëherë dashi do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do ketë shumë balancime, do balancojnë gjërat, do ketë një ngritje ekonomike financiare, do marrin do jenë shumë të vendosur, do vendosë shumë gjëra, besojnë shumë te Zoti, për njerëzit mund të jenë negativ, po për Zotin janë të bekuar, duhet të ketë kujdes gjatë muajit shkurt, një person i tretë mund të ndërhyjë në marrëdhënien e tyre, por duhet të kenë kujdes me personat që i transmetojnë një energji negative ose mund t'ia presi gjërat në mes. Në dashuri do jetë mirë, nëse kanë biznesin e tyre do ketë një ngritje ekonomike, financiare në biznesin e tyre. Probleme shëndetësore nuk shikoj të shenjë dashit, por do jetë shumë i balancuar për muaj shkurt. Pra, për ta perifrazuar, shkurti për dashin do të ketë si fokus balancën. Po, balancën do jetë i balancuar. Do me thonë do ketë një balancim si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të biznesin e tyre dhe në financë. Do jetë shumë mirë. E kuptoj, interesante shumë, ndërkohë vazhdojmë me Demin, që janë të lindurit nga data 20 prill deri në datën 20 maj. Zonja Eleni tashmë lexon nëpërmjet energjisë për të gjithë ato që janë për i përkasin shenjës së Demit, se si do të jetë shkurti për ta. Si është shkurti, zonja Elena? Mërkuri mund t'i japi pak rëndes psiqike, psikologjike, por do e kapin situatën në dorë, do manifestojnë. Me sa shikoj për shenjën e Demit, do kenë përfitime të vogla në lek, do i pëlqen me një zanat të dytë, një profesion të dytë, viza, pasaportë, dokumenta, çështje institucionale, nëse ka të bëjë me çështje institucionale ose provime, nëse çdo një student e provime do marri përgjigje për i pëlqen shkrimtarja, piktura, profesioni tyre, karriera, në karrierën do ecin mirë, do ecin përpara. Më përpara i kanë marrë vendime të nxituara, po do kenë nisma të re, do ecin përpara dhe do kenë një energji pozitive, shenjë Demit për muajin shkurt. Probleme me shëndetin nuk shikoj, në dashuri do jenë mirë dhe do kenë një energji pozitive, fejesa, martesa, shtatzani, pritje fëmijë, nëse kanë menduar për dëshira e tyre do të çfarë duhet të ketë kujdes Demi në shkurt? Demi duhet të ketë kujdes nga persona që mund të bjerë pjesë e mashtrimit, manipulimit, intrigës, që dikush do tentojë ta gënjë, ta mashtrojë, ta manipulojë dhe demat janë shumë që i besojnë shumë njerëzve. Do të thonë është një dem që bëjnë shumë për të tjerët, po marrin pak dhe duhet të kenë kujdes këtë pjesë. Në dashuri do jenë mirë, nuk shikoj do jenë problematik. Dhe ngritje ekonomike do jenë mirë, nëse kanë ndonjë biznes do jenë mirë. Okej, pra në vijë të përgjithshme edhe Demi do të jetë mirë këtë muaj. Vazhdojmë me të tretët në renditje që janë binjakët. Binjakët thuhet se kanë fat këtë periudhë, përgjithësi shkurti për ta do të jetë kështu pra. Binjakët janë të gjithë ato që kanë lindur nga data 21 maj deri në datën 20 qershor.
presim vetëm pak çaste sa energjia e tarotit jetë gati. Po, energjia e tarotit. Binjakët, pavarësisht që kanë kaluar shumë situata të vështira në jetën e tyre, shumë pengesa në jetën e tyre, do dalin nga situata dhe do çelin diçka e re. Do kenë lirindje, do rilindje diçka e re. Pavarësisht që mund të jenë të mërzitur për 3 kërkesa që janë refuzuar, 2 përgjigje do i parashtrojnë, mund të jenë të mërzitur ose kanë ndërdur lot për një person që kanë humbur, por përsëri do dalin të fituar, do bëjnë udhëtime të gjata, do lindin një dashuri pasionante vulkanike, mund të kenë dhe një lidhje dashurie, do përballen me persona që mund të jenë të lëkundër në mendimet e tyre, kanë mundësinë për të dhënë një shans dhe nuk do t'i japin. Do dalin të fituar në gjitha drejtimet, nëse ka të bëjë seanca gjyqësore, drejtësia, provime, dokumenta, janë shumë të sinqert, nuk shikoj probleme shëndetësore, në dashuri do jenë mirë, do kenë një ngritje ekonomike financiare. Do me thonë, por çdo vendim që do marrin binjakët do dalë drejt atyre. Okay. Pra këtë muaj binjakët mund të hidhen për të marrë vendime, pra se fati është në anën tyre për të pasur rezultate pozitive. Mirë, vetëm pas pak do zbulojmë shenjën e radhës, gaforen, por gjithashtu shenjën më me fat dhe ato më pa fat për shkurti. Nuk e di nëse mund na thuash pak se cilat do të jetë shenja me fat, por këto të gjitha me një herë pas një shkëputje të shkurtër publicitare. 11:19 orë eksakte në këtë moment vazhdojmë të jemi në studio me astrologen Elena Demollari për të bërë parashikimin e 12 shenjave të zodiakut nëpërmjet letrave tarot për komplet muajin shkurt dhe e lam tek Gaforia. Por përpara se të shkojmë atje, të lutem, më thuaj pak cila është shenja më me fat e muajit shkurt. Mund të jetë ujori. Pse? Mund të jetë ujori, nga që është shenjë ujë dhe janë në muajin e tyre. Muajin e tyre mund të ketë pak peripecira, kështu pengesa të vogla. Pse do të ketë fat ujori këtë muaj? Po mund të ketë fat në dashuri, në punë, në karrierë, në financë, në biznesin e tyre. Do të jetë muaji e tyre, domethënë. Do jetë muaji e tyre. Po shenja më pa fat për këtë muaj? Po shenja më pa fat mund të jetë pak akrepi, shigjetare dhe shenja e demit mund të jetë pak pa fat, mund të kenë ato pengesat e tyre. Qartë, mirë, interesante. Okej, hapni syt pra njerëz dhe tregoni të vëmendshëm këtë muaj. Gaforia, të lindurit e datës 21 qershor deri në datën 22 korrik. Çfarë thot energjia e letrave tarot për muajin shkurt, si letrat tetor? Hajde. S'ka gjë, nuk e. Atëherë, pavarësisht që gaforet mund të kenë pak bllokime mentale, do ta ndiejnë veten pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre në dashuri, si në biznesin e tyre, duhen të çlirojnë nga bllokimet që kanë. Do kenë një mingarkesë, mund të ketë mingarkesë pune, janë shumë të lodhur, është një moment që për të dorëzuar, por në momentin e fundit nuk do dorëzohen. Pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, ëndrat kota, iluzionet kota, duhet të heqin këto ëndrat e kota, iluzionet e kota. Pavarësisht që gjërat mund të jenë pak errësirë, do kenë stabilitete. Udhëtime të gjata, dikush do i kërkoj të falur nëse do i ka vrarë shpirtërisht, do kenë fejesa, martesa, planimetri në blerje shtëpi, do i ndogëzojnë, do lodrojnë, nëse kanë menduar projekte, por përgjithësi do jenë mirë. Do kenë një ngritje ekonomike financiare, dikush do i kërkoj të falur. Probleme shëndetësore nuk do kenë, por duhet të ketë kujdes se gjatë muajit të shkurt mund ta ndjej veten pak të bllokuar, po përsëri do ketë ato çlirime, do ketë një energji pozitive gaforia. Mirë, shumë interesante. Shkojmë tek shenja e radhës, një tjetër shenjë zjarri është pikërisht Luani, që janë persona që kanë nitur nga data 23 korrik deri në datën 22 gusht, të mërshme të lindësh në këtë muaj, është shumë vap. Janë edhe me fat, se luanët me energjinë e tyre vërtet shpërthejnë dhe kanë fat në lek gjithmonë. E kanë vënë gjithmonë shenjë Luanit nga Hiçi vjen kështu pa pritur. Fare, po. Nice. Çfarë thot taroti për muajin shkurt? Se do të jetë muaj i shkurt për Luanin. Luani mund të ketë pak kriza në partneritet, por mos shqetësoj, duhet të ketë kujdes se mund të shkatërrosh çdo gjë në momentin e fundit, nga ana shpirtërore do gjejë një qetësi shpirtërore, do kapi një mirësi nëse janë duke pritur për diçka, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Gjërat mund të kenë pak të turbullta nga yjet, por përsëri do kenë qartësime, do i qartësojnë. Jam persona që punojnë dhe do kenë përfitime të vogla në dashuri do jenë mirë, nuk shikoj probleme shëndetësore, do kenë një ngritje ekonomike financiare. Por përsëri, shenjë Luanit që nga me fat, leku
Lekuvu. Që kanë mirë. Po që kanë mirë. Lekuvu, kështu që bëjnë share, mos e mbani vetëm për vete. Virgo, Virgjëresha, për muajin shkurt, që janë të lindurit të datës nga data 23 gusht deri në datën 22 shtator. Si do të jetë shkurti për të gjithë të lindurit e shenjës më detajiste të horoskop? Detajiste. Virgjëresha duhet të ketë kujdes persona që transmetojnë një energji negative. Kanë takime telefonate, rikthimi dashur, ose rikthime dashuri, me që është edhe pjesa e Shën Valentinit, 14 shkurti. Mos e gëzofshin. Të raftë e mira, të raftë. Duhet të kenë kujdes sherrët e batet, konfliktet, mos marrëveshjeve, do ketë një konkurrencë, ka një intuit fort, një energji të fortë, duhet t'japin koraj vetes, duhet t'japin forcë vetes, pavarësisht që mund të kenë situata të vështira, do dalin të fituar. Kanë Jupiterin, rotë e fatit është drejtimin e tyre dhe personat e tjerë të largojnë, nëse kanë armike kundërshtare, do ecin përpara, do kenë nisma 3, perspektiva 3, do ecin përpara. Do të pastrohen këtë muaj, Virgjëresha. Do të çlirohen, por edhe Virgjëresha do jetë mirë. Probleme shëndetësore nuk shikoj dhe një ngritje ekonomike. Do ketë përfitime të vogla nek. Qartë, interesante. Shkojmë tek një tjetër shenjë që prioritet ka balancën, e ka fjalën për peshorën. Të lindurit e datës nga data 23 shtator deri në datën 22 tetor. Çfarë thot astrologjia dhe më konkretisht letra tarot për peshoren për gjatë shkurtit? Letra e drejtësisë e balancës, pavarësisht që ka pasur pengesa, do i kaloj, pavarësisht që ka pasur bariera, pengesa në jetën e tyre, do i kaloj, do i plotësoj dëshirat e tyre, mos marrin opinion të tjerëve, duhet t'japin drejtim vetës të tyre, do kenë përfitime të vogla në zanatin e tyre, udhëtime të gjata, nëse kanë menduar për udhëtime të gjata, të bëjnë gati se ka një lek të papritur, një partneritet me energji pozitive dhe do kenë shumë mundësi për të ecur përpara. Probleme shëndetësore nuk shikoj, në dashuri do jenë mirë, por shikoj dhe për peshoren do ketë mundësi shumë për lek. Gjatë shkurtit, nga do t'i vinë këto lek? Nuk e di, mund të ketë edhe biznesin e tyre, mund të ketë përfitimet e tyre, profesionin e tyre, por shikoj që do ketë shumë mundësi për të ecur përpara. Interesante shumë, bravo peshore, bravo, do të ketë akrep, do të ketë lek. Do të ketë lek. Është shenja pasardhësve. Akrepi shkojnë gjëra deri ku dhe bllokojnë. Shkojnë gjëra diku dhe bllokojnë. Pavarësisht që akrepët kanë një energji pozitive, por bllokojnë vetveti. Mund të jenë të bllokuar si në punë, si në dashurisë. Po çfarë thon letrat? Çfarë thon letrat për akrepin që janë të lindurit nga data 23 tetor deri në datën 21 nëntor? Dhe zonja Elena Dëmollari hap letrat tarot live në studio për të gjithë ato që i përkasin shenjës së akrepit, dhe shkurti për akrepin do të jetë kështu. Akrepi ka pasur një lëkundje të financës, do me thënë në këtë sezon nuk kanë qenë mirë me lekët, por do kenë stabilitet. Për momentin mund të kenë gjërat pezull, mund të jenë duar lidhur, këmbë lidhur, po do zgjidhin gjërat me kreativitet se kanë letrën e profecisë. Dikush është larguar, mund të kenë një largim pune, një prishje planesh, ose dikush ja ka prishur planet, por përsëri do stabilizojnë gjërat. Udhëtim tregëtie biznesi duhet të eci përpara, mos e kthe kokën mbrapa. E kanë ndier veten pak të bllokuar në biznes, po do ketë çlirime, do të japen rrugët. Në dashuri do jetë mirë, nuk shikoj do jenë për mungesë, mund të ketë një takim, një rikthim i dashur ose i dashure, ose diçka pozitive, mund të ketë një komunikim, po probleme shëndetësore nuk shikoj, por do ketë një ngritje ekonomike financiare në biznesin e tyre. Nëse një akrep e ka ndier veten të bllokuar, por biznesi do të ecë i mbar, do ketë ngritje ekonomike në biznesin e tyre. Përgjithësi do jetë mirë. Qartë, dëgjoj përpara se të kalojmë tek 4 shenjat e fundit të mbetura që se kam qejf t'ja surprizën e. T'ja u japim pak nga pak dëgjuesve që se e di që mezi po i presin shenjat e tyre për kace. Tani, duke qenë se shkurti ka 14 shkurti brenda, e njohur si dita ndërkombëtare e Valentine Day, pra dita e Shën Valentinit, dita e dashurisë, ky muaj në aspektin romantik, zonja Elena, çfarë ka prioritet në generalitet për 12 shenjat? Ndarje, divorce, bashkime, ribashkime, njohitëria, pra kush do të jetë highlights, kryefjala këtij muaji në aspektin romantik? Atëre, përderisa po flasim për Shën Valentinin, duhet të kenë kujdes se ka edhe persona që ndajnë ditën e Shën Valentinit. Ka persona që ribashkohen, ka persona që kanë qenë të ndarë dhe ribashkohen përsëri. Por duhet të kenë kujdes, mund të kenë edhe një lidhje, mund të kenë fillime të reja.
fillime të reja. Do të thonë, unë me sa bëj me klientët, ka qenë vjet kam pasur një kliente dhe ishte ndarë ditën Shën Valentinit. Dhe shka ka qenë tha im parfum me Lena. Do të thonë, mund të ketë ndarje, mund të ketë bashkime. Si parfum? I dhurova im parfum, tha të dashrit, dhe në momentin tha unë jam ndarë. Kjo se është në besënikje, pra nuk duhet të dhurosh parfum sepse ndahesh, paska që ka ndarë vërtet. Po, është e vërtet, parfumi është ndarje. Po ç'to dhurojmë në vend të parfumit? Tuf me lule, një buqet ose i bylezik ose varse, është diçka ose do një robë, do një dhurat që të paktën. Ose ndonjë bluzë të kënduar në fierë. Më palë këpucë më mirë. Të kënduara në fierë tash. Jo në fierë, jo. Mos na gatro me magjisë. Je kundra këtyre. Jo, jam kundra magjive. Unë gjithmonë kam qenë. Zonja Eleni, ka shumë njerëz që bëjnë magji në Shqipëri ose më saktë bëjnë sikur bëjnë. Se ne gjithmonë kemi folur për astrologjin, kemi folur për magjin, por astrologjia nuk ka lidhje fare me magjin. Po, këtë e dim se ndryshe nuk do ishim këtu. Nuk ka lidhje fare, por shikoj nga që bëj shumë parashikime, më thon zonja Elena kam gjetur dhe rasti fundit ka qenë dje, personi klienti mua më çon një foto që ishte bërë një magji. Dhe brenda kishte flok të zeza, të gjata, thonjë të prerë dhe gjilpëra. Tha, zonja Elena tha unë jam çuditur. Ku e kishe gjetur këtë? Në shtëpi në shtëpinë Kosovë, duke pastruar shtëpinë. Dhe më kontakton, më thot, duke paralajmëruar një muaj më përpara. I bëj parashikimin dhe them që ishte ndarë me nusen, shka ka qenë pa lidhje fare. Ishte burr ky? Ishte burr. Që e kishe gjetur magjin? Po, ishte burr dhe i ishte larguar nusja. Nuk e besoj, tha, nuk ishin tradhtin ndaj njëri tjetrit. E pyeta që thash mos ka pasur lidhje tjetër ande këtë. Jo Elena, tha nuk e di, tha kemi bërë një debat pa lidhje fare, tha dhe më ka ikur. Dhe thash, shiko se mbas që muajti do gjesh diçka, se intuita ime, energjia ime, unë futem shumë në energji dhe i kuptoj njerëzit. Kush është negativ dhe pozitiv. Dhe e gjeti këtë gjë pra. Po çfarë sugjerove pra në raste të tilla kur ne gjejmë diçka dhe e besojmë që kjo gjë funksionon sepse ka njerëz që nuk besojnë. Çfarë duhet të bëjmë? Në momenti që do gjendet një magjia nuk do digjet, do hidhet direkt në lum. Do e kapësh me doreza, do e kapësh do hidhesh në lum. Por ke lloj magji, ke magji vudu, ke magji shqiptare, ke magjia me vezë. Se magji vudu këto? Janë në pjesë ka. I shikojnë në për TikTok, në për rrjetet sociale, i shikojnë dhe tani pyetja ime është, bëjnë magji apo bëjnë sikur bëjnë magji? Shiko. Magjin nuk bëjnë, po bëjnë. Sikur bëjnë magji, se është magji falso. Gjithsesi njerëz hiqni dorë nga këto gjëra. Të bësh një magji. Janë të dënueshme absolutisht dhe jemi kundra. Ne jemi kundra këtyre gjërave. Të bësh një magji duhet të bësh shkollën, që të jesh magjistar posaçërisht, siç kam thënë. Në shkollë të kesh magjia zezë është ndaluar. Jo, është ndaluar dhe me ligj. Është ndaluar dhe me ligj. Eksakt, kundra këtyre gjërave njerëz. Lexoni libra, shihni dokumentare. Po dokumentar më mirë shikoj një film, bëj një parashikim bëjmë më mirë hyrë të astrologjisë se sa këto budalliqe. Fiks fare. Ecim në reklama dhe lexojmë pas pak 4 shenjat e mbetura sipas letrave tarot për muajin shkurt. Në çdo sep të Shqipërisë nga Shkodra në Gjirokastër apo në çdo sep të botës nëpërmjet Digital në kanalin numër 10 ku mund të na ndiqni aty me audio dhe video, ndërsa ju që nuk keni kohë të na ndiqni në real time, keni kanalin ton zyrtar në YouTube ku gjeni të gjitha episodet e përditshme të Live from Tirana. Ndërkohë, Helena, do e lexojmë të fundit. Kush na ka ngelur dhe 4 në mos gaboj që janë në Shigjetari, Brisjapi, Ujori dhe Peshqit. Ecim me Shigjetarin që janë të lindurit nga data 22 nëntor deri në datën 21 dhjetor. Çfarë thot astrologjia dhe çfarë thon letra tarot për Shigjetarin në shkurt? Shigjetarët do kemë një komunikim të vazhdueshëm me universin, ëndrat gjithmonë do i kenë paralajmërim, kanë një intuit fort, një energji të fortë, duhet t'japin korej vetes, duhet t'japin fort vetes, mund të kenë pak pengesa, por do i dalin të kaluar, do me thonë do i kalojnë. Janë shumë e fatë, do kenë një ngritje ekonomike financiare, probleme me shëndetin nuk shikoj, por dhe në dashuri do jenë mirë, por do jenë me fatë për muajin shkurt, shenjë shigjetarit. Do të ketë fat, pra. Do ketë fat, po. Shumë bukur, nga çfarë duhet të kenë kujdes? Duhet të kenë kujdes nga persona të tretë, se gjatë muajit shkurt mund të ndërhyjë një person i tretë. Problem. Po shumë problemi janë. Brisjapi, familje. Të lindurit
domethënë persona që kanë lindur nga data 22 dhjetor deri në datën 19 janar. Briciapat janë çik në frikë si shenja, apo jo? Shenjë toke, po. Shenjë toke janë shumë në frikë. Çfarë thot taroti? Ka Saturnin dhe i jep çekuilibrim Saturni gjithmonë. Saturni. Po. Atëherë Briciapo duhet të kenë kujdes për arsye se mund ta fillojnë muajin shkurt me shere, debate, konflikte, mos marrëveshje, një konkurrencë. Duhet të kenë kujdes nga personat negativ se dikush gjatë muajit shkurt mund t'i transmetoj një energji negative. Po këto i kemi për ditën e mashtrimin, manipulimit, intrigës, mund të kenë pak kriza në partneritet, po përsëri do balancojnë gjërat, mund të kenë edhe ndonjë xhelozi, nga ana shpirtërore do gjenë qetësi shpirtërore, do marrin lajme të mira, nëse do kalojnë situata të vështira në muaj shkurt, në fund fare do dalin të fituar. Pra do të kenë finalizim të mirë. Finalizim të mirë. Do kenë një ngritje ekonomike, financiare, probleme me shëndetin nuk shikoj, po duhet të shmangin këto shere, debatet, konflikteve, nëse janë marrëdhënie pune, konkurrencën duhet të shmangin, ose duhet të kenë kujdes se mos përfshin në debat. E kuptoj, interesante, eci me shenjën e parafundit me ujorin të gjithë të lindur nga data 20 janar deri në datën 18 shkurt. Plot 5 letra tarot hapen gjithashtu edhe për ju në studio dhe shohim çfarë ka rezervuar astrologjia për ujori. Do ketë një ngritje ekonomike, financiare, siç e theksova, mund të ketë gjërat pak të turbullta nga yjet, po përsi do ketë qartësime. Pakërësirë në lidhje me punën, me dashurinë, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, duhet të ketë kujdes këto ëndrat e kota, iluzionet të kota, nëse thotë do bëj këto, po duhet të ketë kujdes. Mund të jetë pakërësirë, po përsëri do ketë pasqyrime. Dikush do i kërkoj të falur, nëse ka pasur ndonjë lidhje dashurie, dikush do i kërkoj të falur. Probleme shëndetësore nuk shikoj, do ketë një ngritje ekonomike financiare, nëse një ujor ka biznes, do ketë ngritje ekonomike në biznes, do finalizojnë me fesë, martet, planimetri në hyrje dhe shtëpi, do gëzojnë, nëse janë duke pritur për të blerë ndonjë shtëpi, dëshira e tyre do e bëhet realitet. Por dhe ujorët do jenë mirë. Tani, peshqit zonja Elena ankohen gjithmonë duke qenë se janë të fundit në renditje, por jo nga rëndësia në mënyrë absolute. Thonë se deri në fund energjia është lodhur, se kur nuk na e bën të mirë. Jemi të lodhur, por gjithmonë peshqit lodhen shpejt. Lodhen shpejt peshqit. Po, e vërtet. Atëherë, të gjithë të lindurit nga data 19 shkurt deri në datën 20 mars. Çfarë thot astrologjia dhe më konkretisht letra tarot për peshkun në shkurt? Pavarësisht që peshqit kanë kaluar shumë situata, mund të kenë pengesa, mund të kenë situata të vështira, do dalin të fituar. Do të çeli diçka e re, do bëjnë udhëtime të gjata, dashuri pasionante, mund të kenë dhe lidhje të reja, mund të kenë rikthime i dashur ose i dashure, por mund të rilindi një dashuri vulkanike. Do kenë përfitime të vogla në financët, do marrin lajme të mira nëse kanë bëjë me seanca gjyqësore drejtësinë ose nëse janë të pushtetshëm, nëse kanë ndonjë gjyq, do ta fitojnë, po do dalin të fituar, do dalin drejt atyre. Probleme me shëndetin nuk shikoj, por në përgjithësi dhe peshqit do jenë mirë. E kuptoj, në generalitet pra shkurti që nga mirë për peshqit. Është super mirë, përgjithësi do jetë mirë. Bukur, mirë, të falenderoj shumë zonja Demollari që ishe në program, edhe të uroj muaj të mbar edhe ty. Një muaj të mbar dhe juve. Punë, lek, fat, dashuri, mbarsin gjitha drejtimet. Okej, ne shkojmë tek një këngë shumë interesante shqiptare nga DJ Dags dhe PM me titull Je ma e mira. Je ma e mira, zonja Elenin. Faleminderit. Mirë, kemi pas pak në program.